Argjinaria është një bimë antioksiduese që lufton dhe radikalet e lirë, të cilat gjenden në organizëm dhe janë shkaktar të plakjes së organeve të gjithë organizmit. Tek argjinaria ka shumë përbërës fenolik si dhe anticianik, po kështu në përbërjen e argjinarës gjejmë tjetër antioksidant të quajtur siliminarin, i cili ka mjaft efekt kundër kancerit. Inulina është një glucid prebiotik që nuk tretet dhe nuk absorbohet nga zora qore, por ajo fermentohet nga flora bakteriale e zorës së trash. Bakteret dobishme të zorëve mund të absorbojnë insulinën, e cila është dobishme për funksionimin e mirë të zorëve. Ajo kontrollon glicemien dhe lipidet e gjakut, por argjinaria është shumë e mirë dhe kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Ajo ka në përbërjen e saj shumë fibra dhe ndihmon kundër kapsllokut, duke kontrolluar gjithashtu edhe diabetin e tipit 2, disa minerale dhe vitamina përbërëse të argjinarës. Mirëmbrëma dhe njërë tjetër të dashur miq. Uroj që t'jeni sa më mirë dhe uroj që t'jeni sa më të fuqishëm me shëndetin tuaj. Sot do të flasim për një temë e cila bëhet fjalë për dhjamin e mëlçisë ose për dhjamosin e mëlçisë. Sikurse dhe për helmet të cilat mblidhen në organizëm. Si mund t'i pastrojmë, si mund t'i reduktojmë. Nëse mëlçia do të kishte receptor që ndjenin ose që bënin të mundur detektimin e dhimbjes, personat do të ecnin duke mbajtur barkun me dorë. Pra personat, nëse njerëzit kryesisht në tërësi, ose qenia njerëzore, nëse do të kishte receptor të cilat do të ndjenin dhimbjen e mëlçisë, me të vërtetë që do të mbanin barkun me dorë, sepse nuk mund të ecnin dot nga dhimbjet të cilat mund të vinin nga mëlçia. Është përdorur gjerësisht në periudhën e romakëve, është përdorur gjerësisht dhe specifikisht në periudhën e grekëve. Ka një kulturë shumë të madhe mjekësore, studime shumë të mëdha mjekësore, përsa i përket pastrimit të përkundrejt dhjamosjes së mëlçisë dhe eliminimit apo reduktimit të toksinave në trup. Bëhet fjalë për argjinaren. Argjinaria kultivohet edhe në vendin tonë, ka filluar që të kultivohet edhe në vendin tonë. Dhe në traditat, në kuzhinat shqiptare ka filluar që të bëhet e njohur. Pra është përdorur historikisht dhe ka një datë tepër të largët përse përket përdorimit të ose të aspektit mjekësor. Pra përdorimit të aspektit mjekësor e përdorur nga grekët e lashtë, nga romakët, për të trajtuar problematikat me kockat, me muskujt, si dhe problematikat me mëlçin. Argjinaren ne e njohim sot pothuajse të gjithë, pra është bërë e njohur. Do të flasim për përfitimet e saj, si përdoret për të eliminuar dhjamin në mëlçi, si përdoret për pastruar mëlçinë e dhjamosur dhe si përdoret për të eliminuar, për të reduktuar helmet nga organizmi, të cilat mblidhen dhe akumulohen ose grumbullohen në enët e gjakut, në arterjet e trupit dhe në pjesën e sistemit të venave ose të arteriolave të ndryshme. Do me thënë përfitimet shëndetësore të argjinares. Sikurse u thash edhe pak më parë. Gatuhet shumë edhe në traditat ose në kuzhinën tonë sot argjinaria, pra është filluar që të bëhet. Madje ka dhe çajra bimor të argjinares, të cilat janë në treg për të pastruar mëlçin. Boçet e argjinares, pra këtu përdoret për të pastruar mëlçin dhe kryesisht nuk mund të hidhet sepse kam parë njerëz që e hedhin pjesën e gjeteve. Flavonoidët, diktaminat, trigonelinat, hidrastinat, pendulinat, eupatorinat, lutanorinat, hiperozit ksantonët, kumarokuinikut, floretin ksiloglukozidët, pentozil, heksozil, luteolinat, pra flavonoidët, polifenolët, antocianinat ose lëndët bioaktive më të shëndetshme qëndrojnë tek gjethet e argjinarit ose tek gjethet e karçofit. Këto merren dhe bëhen çaj. Kryesisht bëhen çaj dhe përdoren 1 deri në 2 filxhan në ditë për të pastruar mëlçin dhe për të reduktuar dhjamosjen e mëlçisë. Pra kujdes, nuk hidhen gjethet e argjinarit. Gjethet e argjinarit merren dhe bëhen si çaj. Përpara se të bëhen, mund t'i vendosni pak në sodë me bukë dhe në ujë me krip për t'i hequr herbicidet ose ndonjë pesticid. Por gjethet nuk hidhen. Gjethet kryesisht janë të vlefshme sepse janë të pasura dhe milën tjetër e cila quhet luteolin 3 glukozid, luteolin 3 rutinozid, ose kaenferol glikozid dhe kaenferol galaktozid. Argjinaria, kryesisht gjethet e saj kanë disa komponent bioaktiv të cilat quhen luteolinat, kaenferolët, eugenolët, mirtenolët, bornilacetatet, dhe këto janë lëndë antimikrobiale dhe antiparazitare. Domethënë për të reduktuar dhjamosjen, dhjamin në mëlçi, për të reduktuar toksinat, helmet që mbledh mëlçia, çaji argjinares, uthulla argjinares, sepse është edhe ekstrakti
domethënë ekstrakti i argjinarit. Por duhet kemi kujdes se kush e përdor argjinaren. Si fillim, nëse një person, pra do u them pak tani, kush njerëz nuk mund ta përdori argjinaren. Çajin e argjinarit edhe uthullën e argjinarit, sepse bëhet edhe si çaj, por nxirret edhe pjesa e uthullës së saj. Nuk mund ta përdorin çajin e argjinares persona të cilët kanë gurë në tëmbë, sepse duke qenë se ka shumë flavonoid, lëndë bioaktive, luteolina, fisetina, kaenferol glikozidet, kaenferol galaktozidet, kuarcetinat, apigetrinat, imperatorinat, luteolinat nivelet të larta, bën të mundur kontraktime të shpeshta të sfinkterit të odit. Sfinkteri i odit ndodhet në pjesën e zorës holl, ku derdhet duktusi biliar dhe duktusi pankreatik. Pra kujdes, njerëzit që kanë grumbullim, formim të gurëve në tëmbë, kujdes, duhet bëjnë shumë kujdes me përdorimin e çajit dhe të uthullës së argjinarit. Kryesisht njerëzit që kanë, po ua shpjegoj përsëri specifikisht këtu. Njerëzit që kanë gur ose formim të gurve, formim të papastërtive në tëmbë, edhe që nëse këto gurët shkojnë deri në pjesën, këtu kemi pjesën e fundusit, këtu është pjesa e korpusit, shkojnë deri në pjesën e duktusit kistik ose te kanalet biliare, nuk mund ta përdorin sepse papastërtit ose kolelolitiazat ose kalkulozat, të cilat quhen kalkulozat në kolecist, gurët në tëmbë, papastërtit në tëmbë mund të zbresin në duktusin komun. Duktusi komun është kanali përbashkët dhe mund të derdhe në pjesën e papilës duodenale. Papila duodenale është një vend bashkimi i derdhës, një kanal derdhës i lëndëve nga duktusi pankreatik, nga acinuset pankreatike dhe nga pjesa e duktusit ose kanalit të tëmbëthit. Por njerëzit që kanë formim të gurve, formim papastërtive, të cilët arrin në pjesën e fundusit. Fundusi është pjesa e qafës të tëmbëthit dhe në strukturën e duktusit kistik. Dhe nëse ato janë shumë afër me duktusin kistik dhe me duktusin e djathtë të tëmbëthit ose me duktusin e përbashkët, pra në këtë kanal këtu, duhet që të bëjmë shumë kujdes, sepse mund të rrezikohen që të qëndrojnë këtu dhe më pas ne mund të heqim tëmbëthin. Pra kujdes nëse keni gur në tëmbë. Persona të cilët kanë probleme me veshkat, kanë probleme me filtrin e tyre, me sekretimin e tyre, sepse argjinarja është efektive dhe në uljen e tensionit të lartë, sepse përmban në nivele të larta potasium ose kalium. Do të bëjmë kujdes, edhe njerëzit që kanë probleme me veshkat nuk mund ta përdorin në një afat kohor të gjatë ose nuk mund ta përdorin sipas mendjes së tyre. Kujdes, në 100 gram argjinare, pra këtu kemi pjesën e 100 gram argjinare, mund ta themi një argjinare, një etil, ka rreth 100 gram ujë, është shumë e pasur argjinarja me ujë. Shumë e pasur, por përse u them që të bëhet kujdes tek njerëzit që kanë probleme me filtrin e veshkës, sepse në një karçof ose në një kokër argjinare ne kemi afërsisht 343 mg potasium ose kalium. Pra këto janë fakte nutricionale të pakundërshtueshme, të cilat janë edhe të vërtetuara me aspekte dhe me dokumentacion shkencor. Në 100 gram argjinare, domethënë në një kokër argjinare, ne mund të kemi rreth 343 mg potasium, që kaliumi, nëse ne kemi problematika, pra nivelet e larta të kaliumit, nëse ne kemi problematika me filtrin e veshkës, mund shkaktoj problematika të ndryshme, hidronefroz, ose çrregullime në filtracionin glomerulo interstitial-renal, ose te pjesa e mezengjumit. Pra kujdes, te njerëzit që kanë gur në tëmbë dhe tek njerëzit që kanë problematika kronike me filtrin e veshkës, sepse fal kaliumit të lartë, të mundur në një çrregullim në veshk. Ndërsa çfarë ka tjetër argjinari? Përmendëm që është fantastike për të pastruar mëlçin, sepse përmban kryesisht klasën e luteolinave, luteolin 3-glukozid, përmban klasën e kaenferolve, kaenferol glikozidin, kaenferol galactozidin, përmban disa antocianina, të tjera pelargonidinat, peonidinat, cianidinat, pelargonidinat, përmban një lëndë e cila quhet taksifolin, metil taksifolinat, këto bëjnë të mundur pastrimin e mëlçisë. Këtu kemi mëlçin e cila është e vjamosur, ndërsa në anën tjetër kemi mëlçin e shëndetshme. Dhe
çaji argjinares, uthull argjinares bën të mundur pastrimin e mëlçisë. Pra redukton helmet në mëlçi, njëkohësisht redukton edhe azotemin, redukton uratet në veshka, redukton edhe pjesën e leukociteve në veshka, forcon filtrat, forcon kryesisht mezengiumin, podocitet, pjesën e kapsulës Bauman, pjesën e rrjetës endoteliale të glomerulat, domethënë të filtri veshkave. Këtu kemi efektet organike të artiçokut, e vërtetuar shkencërisht që është antiinflamatore për mëlçin, për viruset që depërtojnë nga pjesa e barierës intestinale, nga lamina propria dhe me anë të sistemit venos portal derdhe në mëlçi. Është inflamatore, hepatoprotektive, një ndër ilaçet organike të mëlçisë, sikurse është gjëmbi gomarit, sikurse është lule e radiqes, është edhe argjinari ose karçofi, ku mund të përdoret si çaj 1 deri në 2 filxhana në ditë, ndërsa si uthull molle mund të përdoret 1 lugë çaj me pak ujë ose në 1 gotë me ujë. Mund të përdoret pas ushqimit në mëngjes ose në drekë. Është edhe koloretike, domethënë ka efekt për të nxitur kinezitetin e kolecistës. Kinezi do të thotë lëvizje, mund të shkaktoj hiperkinezi në kolecist, domethënë motorik të shpesht në kolecist dhe mund të kemi pra derdhje ose kalueshmëri të papastërtive në tëmth në pjesën e kanaleve biliare. Prandaj duhet të bëjmë kujdes. Por nëse kemi mëlçi të vjamosur, nëse kemi mëlçi me toksina, të mbushur me toksina, me helme, nga medikamentet, nga antibiotikët, nga medikamentet cilat mund të përdorin për kockat, nga suplementet e marra, si vitaminat, multivitaminat, kujdes. Edhe multivitaminat që merren kot së koti në farmacira bëjnë të mundur ngarkesën e mëlçisë. Kujdes duhet të bëni dhe me medikamentet cilat janë qetësuese që reduktojnë dhimbjen e kokës. Kanë etanol. Etanoli që shpërbëhet kërkon perokside kërkon disa organele që quhen peroksizomet. Peroksizomet shpërbëjnë, denatyrojnë etanolin duke përdorur disa funksione enzimatike të cilat quhen citokrom P450. Pra medikamentet që përdoren për dhimbjen e kokës ngarkojnë mëlçin, sepse reduktohet funksioni glicinacetilazave, transulfatazave, glutation peroksidazave dhe kujdes me medikamentet që përdoren për dhimbjen e kokës dhe për të reduktuar toksicitetin nga ilaçet, medikamentet qetësuese, suplementet e ndryshme, multivitaminat e kota, përdoret çaj organik i argjinarit, 1 deri në 2 filxhan në ditë ose uthull e argjinarit, 1 lugë çaj me pak ujë, 1 lugë çaj në 1 gotë me ujë, pas ushqimit të mëngjes edhe në drekë, sepse mban shumë luteolina, apigetrina, ka enferol glikozide dhe ka enferol galaktozide. Përdoret edhe gjethja e saj. Domethënë vendosen si fillim në pak ujë me sot buke ose në ujë me pak krip. Përdoret edhe në supra të ndryshme, në gatime të ndryshme, sepse ka vërtet shije shumë të shëndetshme. Mund të përdoren dhe si turshit kombinuara me pak lakrën e bardhë, kombinuara me pak limon ose të kombinuara dhe me pak panxar. Pra janë edhe një ushqim të cilat klasifikohen si prebiotik, që stimulojnë barierën intestinale, që të funksionojë mund të themi në një enzim e cila quhet ose një funksion shumë i shëndetshëm i cili quhet izoresohol edhe të trash quhet guanozin trifosfati. Është një protein lidhse në fakt e cila lidh kompleksin e hormonit me të receptorit dhe aktivizohen më pas proteinat efektore dhe proteinat ose mesazheri dytësor. Domethënë argjinaria, fibrat të cilat ndodhen tek argjinaria, ujit të cilat ndodhen tek argjinaria, magneziumi, zinku, fosfori, vitamina B6, vitamina B1, pjesa e kaliumit janë tepër të shëndetshme dhe për shëndetin e zorëve. I shikojmë pak faktorët nutricional, përmban 41.3 mg kolin. Kolina është tepër efektive për të pastruar mëlçin dhe vendos në punë retikulumin endoplazmatika granular për të prodhuar lipoproteina. Përmban deri diku 107 mg. Atëherë ja ku e kemi riboflavin. Riboflavina është e rëndësishme për metilacionin dhe vendos në punë disa esteraza në mëlçi. Përmban nivele të shëndetshme. Këtu kemi dhe pjesën e acidit askorbik ose vitaminës C, 8.9 mg. Përmban vitaminën K, filokinonet, të cilat nëpërmjet baktereve të zorës trash, filokinonet konvertohen dhe në vitamin K2. Kryesisht në menakinon. Pra, argjinari përmban dhe grupin e vitaminave K, përmban folatet, përmban vitaminën B9. Dhe në një artiçok ne kemi dhe afërsisht 4 gram protein. Pra një ushqim i shëndetshëm për mëngjesin. Një vezë e zier,
argjinari, një sallatë dhe pak turshi cilat mund të jenë probiotik dhe mund të mbyllet, mund ta themi ne, një mëngjes ose argjinari gatuar në supë, argjinari gatuar gatime të ndryshme dhe argjinari gatuar, mund ta themi ne, me lëngun e mishit ose me perime të ndryshme. Këtu kemi dhe nivelet të shëndetshme të manganezit, 0.27 mg, 50 mg magnezium, kemi dhe 0.152 mg koper, do me thënë, kemi dhe për prezencën e koperit, që është pjesa e bakrit. Kemi fosfor 88 mg, kemi dhe hekur 0.73 mg. Do me thënë, është një minjerë vërtet me polifenol, me luteolina, apigetrina dhe antocianina. Dhe për të reduktuar dhjamin në mëlçi, toksinat, helmet në mëlçi, ka shumë vlerë argjinarja, sepse është hepatoprotektive, mbron mëlçin, mbron edhe funksionet ose pastron dhe gjakun. Pra lëndët ushqimore, të cilat përthithen, coptohen, transportohen me anë të sistemit venoz portal që formohet nga vena mezenterike superiore dhe nga vena lienale. Lëndët ushqimore që coptohen, zbërthehen, transportohen nga pjesa e enzimave të regionit intestinal, enzimave proteolitike, sekrecioneve biliare, lëngjeve gastrike, ose enzimave jo aktive të cilat janë zimogenike që çlirojnë me anë të egzocitozës, shkojnë në mëlçi dhe mëlçia këto i pastron. Por nëse s'ka glutation, nëse nuk ka antioksidantët e duhur, nëse nuk ka peroksizome të fuqishme, nëse nuk ka lizozime të fuqishme, nuk mund t'i shkrijë dot toksinat. Dhe çaji argjinarit me të vërtet bën edhe shkrirjen e toksinave, ku përdoret çaji i saj, por dhe uthulla e argjinarit, që ka vlerë për reduktimin e dhjamosjes së mëlçisë. Ndoqëm një emision të bukur edhe me këshilla cilat janë të vlefshme dhe duhet kemi kujdes, duhet të reduktojmë masivisht alkoolin, ushqimet e mbyllura të paketuara, sa më shumë tokzim, hidratim dhe gjumë të shëndetshëm. Nga unë miq Luciano Bardhi u them natën e mirë dhe kujdesuni për shëndetin tuaj. Ju përshëndes.